Që tha për Lorin në zanën? Çakmakun. Direkt. Se pash ishte aty, në ropsh. Edhe i bajtë e vetë. Një nga këto dyja është. Një nga këto dyja. Jo, interesagjie mo është interesagjie. Ti vazhdon, ti ndihesh mirë, kur ti vazhdon dhe e pyet atë djalin, i thua, a ke ndjenja për mua, vazhdon sot e kësaj dite e pyet, a ke ndjenja për mua? Po, pa tjetër, sepse dua që të jetë i qartë ai me veten e vet, se për çan nxjerr nga goja. Të jetë i qartë ai ka qenë i qartë që nga dita 1 në shtëpi ka qenë i qartë. Mua nuk më dëmton më dhe pik, mua nuk më dëmton më. Si s'të dëmton? S'më dëmton. Po ti e pe mbrëm që të dëmtoj. Ai u tërhoq dhe ti the versionin tënd, ai u tërhoq. Ai tha, unë këto i provokoj, tha se e pa që po dilte keq atje. Po pra, unë s'u dëmtova fare, unë i thash çfarë kisha për të thënë në prime. Ja thash në sy, natën e mirë. Po ja pra e ke një tjetër fakt, dhe ti vazhdon dhe e pyet në darkë, e pyet a ndjen ti për mua apo nuk ndjen. Sepse ato çfarë kanë nxjerrë ai nga goja, ai justifikon si të doja ai. Unë justifikoj të mia. O i si shef ndjenja ti. Nuk flasim me të njëjtin zë. Si shef ndjenja. Ai flet fjalët e veta, unë flas fëmijat. Ti si shef ndjenja. Unë mbroj të mijat. Ndjenjat si shef. Unë nuk them e kam për provokim. Ai do të kam për provokim. Jemi dy njerëz të ndryshëm. Moj zonjë edhe një herë. Bisedën mund ta kemi bërë bashk. Jemi dy njerëz të ndryshëm. Unë mbroj pozitën time, me argumentin tim, ai e mbron me vetin, ai e di vetë se çfarë më duhet mua, se si e mbron ai vetën e vet. Moj zonjë, po të pyet ti e pyet akoma për ndjenjën, ti si shef ndjenja. Dhe unë nuk i dash të drejt. Unë nuk i dash të drejt. Kaq.